Sot u luajt finalja e kampionatit të parë të mini futbollit për vajza, ndërmjet shkollave nëntëvjeçare publike e jo publike të Bashkisë Lushnjë. Skuadra e shkollës Karbunare Vogël fitoi kampionatin me rezultatin 1-0 në finale me ekipin e futbollit Iliria. Në ceremoninë e ndarjes së medaljeve ishte pranishme kryetaria e Bashkisë Riselda Sefa, drejtoria e zyrës vendore të arsimit parauniversitar Art Adamo, miftiu i rrethit Lushnjë, Gramos Bliku e të tjerë. Certifikatat ju ndan të gjitha shkollave pjesëmarrëse, mes një atmosfere me energji e emocione nga nxënësit, mësuesit dhe prindrit që ndoqën kampionatin. Lojtarja më e mirë e turneut u shpall Amelia Bufazi dhe portierja më e mirë Orgesa Sefarasi e shkollës Karbunare Vogël. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Sajmir Bahja, falenderoi shkollat pjesëmarrëse në këtë aktivitet. Sapo ka përfunduar ndeshja finale e kampionatit të parë në mini futboll për vajza dhe fituese është shkolla Karbunare Vogël. U ndeshën dy shkolla sot, Karbunare Vogël me shkollën e publike Iliria. Të them të drejtën, jam akoma në emocionet e ndeshjes, në emocionet e kampionatit, sepse është herë e parë që organizohet dhe shpresojmë që ta kthejmë në traditë çdo vit të bëhet ky kampionat i vajzave. Pse jo, dhe në certifikatat që ne sa kemi i ndam shkollave dhe fituesve, motoja e këtij kampionati ishte futbolli është për të gjithë. Sot është koha e vajzave. Falenderoj shkollat pjesëmarrëse të cilat morën pjesë në këtë aktivitet dhe vlerësuan. Falenderoj zyrën arsimore e cila na mundësoi bashkëpunimin me shkollat. Falenderoj mësuesit, drejtorët, nxënësit, lojtarët e shkollave që ishin pjesë e këtij aktiviteti. Falenderoj edhe komunitetin musliman i cili na mundësoi zhvillimin e kësaj veprimtarie në këto ambiente kaq të këndshme ku u zhvillua ky kampionat i parë. Falenderoj bashkinë që si gjithmonë mbështetëse dhe na motivon edhe për aktivitetet të tjera të reja, të cilat shpresojmë të kemi dhe në të ardhmen. Faleminderit dhe ju si media që gjithmonë keni qenë të pranishëm në aktivitetet tona. Shpresojmë që ky aktivitet, siç e thashë më përpara, të kthehet në traditë dhe këto vajza, këto futbolliste të vogla sot të jenë futbolliste me famë kombëtare, mbar kombëtare dhe ndërkombëtare, pse jo.